Pavarësisht se akoma nuk është përruar rruga turistike Shëngjin-Velipoj, automjetet kanë nisur qarkullimin në dy drejtimet e saj, si në drejtim të Velipojës ashtu edhe të Shëngjinit. Faktikisht, ndonse nuk është deklaruar akoma përfundimi i saj, tashmë gjithçka duket të jetë gati në gjithë gjatësinë nga Shëngjini deri në rjollë të Velipojës, rreth 13 kilometra dhe pritet vetëm dita përruese, që mund të jetë javën e ardhshme. Një udhëtim të këndshëm e mjaft mbreslënës të ofron kjo rrugë mbi kodra e male përgjatë brigjeve të detit, që të magjeps me pamjet panoramike të papërshkrueshme për bukurinë e tyre. Mjeku në pension, Gazmen Troshani nga Shkodra, ka dëgjuar për këtë rrugë, ndaj së bashku me djalin e tij në Tiranë para ditën e kësaj të diele, ja kushtuan udhëtimit dhe shëtitjes në këtë zonë. Është hera parë që unë vinë këtë zonë, nuk kam bardhë asnjëherë. Përshtypja thjesht në zemër, na nuk e vlerësoj se çfarë pasunijet madhështore ka ky vend e ky popull, që e trashëgojnë për fëmijët tonë dhe nuk e marrim vesh pse ne nuk jemi zot me organizu jetën që mos më largu fëmijët tonë me na i këto. Unë nga familja jeme kam 8 pjesëtar të familjes, 2 djep, 2 nuse, 4 nipa, besa, këtë ka beku Zoti, nuk ka si banit ma bukuria dhe pa më banë përshtypje tepër të madhe, kja punë e bukur si ka ba këtu. Shumë e bukur. Edhe si ka si çfarë përshtypje dhe banë kja, ky plash këtu poshtë, një kjarane për ky ujë i pastërt, nuk është i kontaminum me asnjë lanë toksike. Ndërsa djali i tij me banim në Tiranë thotë se Velipoja këtë sezon duhet të përgatitet për të pritur më shumë pushues, pasi lehtësira dhe bukuria që të ofron kjo rrugë tashmë po mësohet gjërësisht në Tiranë. Po tjetër e kanë marrë vesh dhe jam i sigurt që vera këtu do të jetë plot me makina. Dhe do të fillojnë njerëzit me folë më shumë për veriun se sa për jugun. Sepse për jugun flitet shumë, po veriu është haloj pas bulum. Shpresoj që të ecin marrë dhe ta menaxhojnë mirë. Besoj që rruga do t'i afrojnë shumë më tepër njerëzit. Do t'i afrojnë shumë më tepër. Por ka shumë të bëjnë edhe menaxhimi, edhe i shtetit, edhe i privatit. Shqipëria po ecë mirë, inshallah vazhdojmë kështu. Do t'i japin një zhvillim shumë të madh zonës, ne do na kursejnë shumë edhe karburant, edhe kohë, edhe kohën që të rrim më shumë me njerëz tonë për cilë vim edhe një herë në Shkodër. I uroj marrësie dhe suksese edhe vendit, edhe njerëzve që kanë punu për këtë rrugë. Rruga turistike Shëngjin-Velipoj është një tjetër investim shumë i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit jo vetëm në brigjet e Velipojës dhe Shëngjinit, por në tërësi për rajonin e Shkodrës e më gjerë, pasi në perspektivë do të lidhet me Ulqinin përmes urës së projektuar për të ndërtuar në Gryk-Derdhin e Bunës, Velipoj-Ulqin. Nga Shëngjini në rjollë të Velipojës sot mjaftojnë jo më shumë se 15 minuta udhëtim, ndërkohë që nëpërmjet aksit Lesh, harku i Bërdicës Shkodër-Velipoj është dashur të udhëtosh 65 kilometra për të mbërritur në plazh, shpeshherë dhe mbi 2-3 orë për shkak të ngarkesës së trafikut. Pra kuptohet qartë dobia e kësaj rruge, ndër investimet më të rëndësishme të qeverisë shqiptare vitet e fundit, për të cilën financohen mbi $15 milion.